Marsi ka hyrë në shenjën e Demit, ka vetëm një ditë që ka ndryshuar shenjë dhe rikthehet Demi pas 2 vitesh sepse herën e fundit ka qenë në korrik 2024-s dhe këtë herë do të qëndrojë deri më datën 28 qershor në shenjën e Demit. Dhe çfarë do na sjell Marsi te Demi? Marsi është planeti që përfaqëson agresionin edhe grindjet, kështu që mund të sjell ndryshim në dinamikën e çifteve. Grindjet për shkak të posesivitetit, kokëforcisë, emocioneve intensive mund të shfaqen në këtë periudhë nëse nuk jeni të kujdesshëm apo nuk lëshoni pe, do të ketë një frymë aventureske në kënaqësitë estetike apo në procedurat kozmetike. Shumë persona mund të marrin guximin që më në fund të bëjnë për shembull një tatuazh në trupin e tyre apo të bëjnë një shpim në trup që kishin kohë që e kishin menduar. Do të ketë një kërkesë shumë të madhe dhe për ndryrje mjekësore në përmirësimet estetike, kozmetike, në zbukurimet, që do të thotë më shumë të ardhura për kirurgët plastike dhe për estetistët gjatë kësaj kohe. Mund të merren dhe shumë vendime impulsive në fakt kur bëhet fjalë për zgjedhjet estetike dhe ato të bukurisë të modës, për të cilat nga ana negative mundet që të pendoheni më vonë, kështu që kujdes, mundohuni që të siguroheni që të ngadalsoni kur bëhet fjalë për marrjen e vendimeve të rëndësishme për veten tuaj. Është një kohë e shkëlqyer për të mbrojtur ëndrat dhe ambicjet tuaja më të apasionuara. Do të jeni në gjendje që të bëni shumë përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet tuaja gjatë kohës që Marsi është e Demi, dhe ata që janë në sferat krijuese, në industrinë e argëtimit, do të jenë në gjendje që të kenë atë energjinë më në fund për të kënaqur me ato ndjekjet e tyre artistike.